Ish-presidenti Amerikan Joe Biden u diagnostikua me një formë agresive të kancerit të prostatës, që tashmë është përhapur në koska, thuhet në një deklaratë të zyrës së tij të publikuar të dielën. Ai dhe familja e tij po shqyrtojnë opsionet e trajtimit me mjekët. Biden u diagnostikua të premten pasi kishte shfaqur simptoma urinare, thuhet në deklaratë. Ndonse bëhet fjalë për një formë më agresive të sëmundjes, kanceri duket të jetë i ndjeshëm ndaj terapisë hormonale, gjë që mundëson një menaxhim efektiv, sqaroi zyra e tij. Mandati Biden si president përfundoi më 20 janar kur Donald Trump u betua si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Pas publikimit të lajmit për diagnozën e tij, ish-presidenti mori mbështetje si nga demokratët, ashtu dhe nga republikanët. Presidenti Donald Trump shkroi në platformën e tij të medjave sociale Truth Social se ai dhe zonja e parë Melania Trump ishin të trishtuar për gjendjen shëndetësore të Joe Biden. I urojmë Joe Biden një shërim të shpejtë dhe të suksesshëm, thuhet në reagimin e presidentit Trump. Në një postim në rrjetin social X, Barack Obama, i cili shërbeu si president nga 2009 deri në 2017 me Joe Biden si zëvendës të tij, tha se ai dhe bashortja e tij Michelle e kishin në mendimet e tyre familjen Biden. Lajmi vjen gati një vit pasi ish-presidenti Biden u detyrua të tërhiqej nga zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 në SBA për shkak të shqetësimeve për shëndetin dhe moshën e tij. Ai është personi më i vjetër që ka mbajtur postin e presidentit në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.